Dita Verës në Elbasan është një piknisje dhe një mesazh për mbar Shqipërinë në fakt. E pra sot që Elbasani kremton ditën e parë të verës, që simbolizon jetën, që simbolizon një stin të re, kam kënaqësinë të uroj çdo qytetar të Elbasanit për një fillim të ri. Pasi së shpejti do të përballemi me një vendimarrje të rëndësishme për 4 vitet e ardhshme për Elbasanin. Duke uruar që mos ripërsëritet historia e hidhur e 2021-shit, duke thënë pa burrave të politikës së Elbasanit që nuk mund ta kapin më Elbasanin me këtë ekip fantastik PSD-s. Në emrin tim personal, po dhe në emrin e Partisë Socialdemokrate, uroj Elbasanit të gëzuar ditën e verës dhe qoftë një stinë e re në familjet tuaja, në zemrat tuaja dhe për fëmijët tuaj. Si anëtare e ardhshme e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, ju uroj gjithë qytetarëve të Elbasanit gëzuar ditën e verës, qoftë një vit i mbar për gjithë. Ju urojmë një verë të mbar dhe të gëzuar për gjithë qytetarët e Elbasanit, kudo që janë. Gëzuar ditën e verës, sjell kjo verë veç gëzim dhe dashuri në çdo familje.